Tani, duke qenë se ti ke kaluar shumë faza që ke parë publikisht, se çfarë është thënë për ty, çfarë lexohet për ty dhe është gjë Elvana Gjata kudo. Ka ndonjë moment për shembull që ti qesh me atë që lexon, që thua për shembull, ore, kush është kjo dhe hajde të prezantojmë me këtë vajzë se që ka shumë interesante dhe kjo Elvana Gjata tjetër. Më ka bërë përshtypje shumë që për shembull ti e thjesht vetvetja, ti qesh siç po qesh tani me ty dhe ka njerëz që thonë sa fallë qesh, duket që s'po qesh. Ndërkohë ti je më e lumtur se sa kurrë në atë moment. Dhe më ka bërë përshtypje kjo pjesa e falsitetit që mundohen të shikojnë. Ndoshta sepse vjen nga dëshira e ime për të qenë perfekte. Edhe në fakt kjo është një ndër pjesët më toksike që unë kam punuar me veten ndër vite, sepse dëshira për të qenë perfekte, kam kuptuar që nuk është gjëja më e mirë që mund të bësh ti për veten tënde. Edhe mendoj që jam duke punuar në këtë drejtim me veten, kam arritur shumë. E ke fjalën në të gjitha kuptimet, domethënë në karrierë, në imazh, në çfarë poston, pra e kontrolluar. Ky perfeksioni që unë kam dashur gjithmonë që të kem, si në punë, disiplinën që kam në punë, gjithçka që reflektoj si në jetën time, gjithmonë kam dashur që gjithçka të jetë perfekte, në fakt. Por jeta nuk është perfekte. Dhe është koha e defekteve, Elvana. Ka raste që ti mund të shohësh rrotull te, unë e shoh edhe në karrierën time, po e shohim kudo që ndërsa ti mendohesh, bazuar në eksperiencën tënde, tjetri ka marrë 3 hapa, është rrokullisur aty, as ka hyrë, s'ka bërë një entrancë të bukur, është rrokullisur, diçka koti atje, diçka jo profesionalizëm dhe papritur je në garë ose në garë. Pra je në treg me njerëz që mundohen shumë pak edhe ndërkohë shpërthejnë dhe me këto defektet. Edhe pa atë flokun e bukur apo fustanin e Valdrinit apo si ke ndjerë këtë? Do të si mundosh ta menaxhosh të gjë ta shohësh? Çfarë leksionesh po nxjerr nga kjo? Sidomos situata e viteve të fundit. Në fakt nuk sjell perfeksioni paqe. Sjell paqe të qenurit vetvetja dhe kur ti e pranon veten tënde dhe me imperfeksionet e tua. Pa është e vështirë të lëshosh kontroll? Po, është e vështirë, sidomos për mua që dua të kem në kontroll çdo gjë. Se kjo është pjesa e perfeksionit. Duhet shumë guxim që ti jesh vetvetja, është guximi më i madh është që ti jesh vetvetja në botën ku jetojmë sot. Tek dritarja e vetme që ti ke të imperfeksionit, sepse është dritarja tjetër që është YouTube, Spotify, ku ka produksione nga më të mirat, ku ti investon shumë tek ajo, investon shumë tek klipi, si për shembull Sheqeri që ishte një super klip që ku e bët ju atë? Në Rumani. Në Rumani, ishte fantastik si klip. Pra ti investon tek ajo dhe nuk besoj se nga ajo do heqësh dorë, nga të bërit të gjërave me profesionalizëm. Patjetër. Po ke edhe këtë dritarin që quhet Instagram dhe TikTok. Dhe në TikTok, për shembull, edhe e çuditshme kjo, se në TikTok je shumë aktive. Po në TikTok është e vërtet që kjo pjesa ime karagjoze gjen hapësirë që të krijoj dhe të kënaqet aty. Pëlqen shumë, në të vërtet. Kurse Instagramin e ke pasur gjithmonë shumë mister. Pra unë nuk kam parë një herë nga ty, nuk kam parë një herë që ti të thua që shtagu më i zakonshëm për miliona veta jam në një drek me shoqet. A do thot kjo që kur nuk je në punë, je all in me ata njerëz që je? Pra që, sepse është bërë aqe pjesë e jona, kjo pjesë e rrjeteve sociale, sa që ne nuk e dim a jemi all in the moment, pra që është dhe ky thelbi i meditimit që ti je brenda, apo duam të postojmë diçka edhe aty ku jemi. Pra ti, kur je me shoqërinë je all in? Absolutisht po. Koha që unë kaloj me njerëzit e mi është shumë e shtrenjtë. Në fakt, një nga faturat më të shtrenjta që unë paguaj dhe një nga sakrificat më të mëdha që unë bëj në punën që bëj është që mos të jem prezente aq sa do doja të isha prezente në jetët e njerëzve të mi më të shtrenjtë. Edhe këtë gjë e vuaj shumë, në fakt. Sepse do doja që të kaloja më shumë kohë me familjen time, me miqtë e mi të zemrës. Por puna që bëj, unë pa diskutim që e dua shumë punën që bëj, dhe jetoj me të, por kërkon shumë energji dhe kohë, dhe të merr kohën nga njerëzit e tu më të shtrenjtë.
edhe kjo gjë më mundohen shumë. Dhe doja shumë të isha pranë tyre në disa momente që nuk kam qenë. Të thua këtu edhe momentet vështira që s'ke qenë dot afër. Për shembull që të shpenzoj më shumë kohë me familjen, me miqtë e mi që kam kaluar aq mirë dhe kam thënë do doja të rija më shumë, edhe nuk kam mundur dot, më është dashur që të largohem sepse ka qenë projekt i radhës në kalendar që duhet të zbatohesh deadline, duhet të zbatoj plani i punës. Më kupton, për cilën unë jam shumë strikte. Momentet vështira që kanë kaluar njerëzit e mi që jam munduar që t'jem pranë tyre, po sot them që do doja të kisha qenë edhe më shumë pranë tyre. Elvana, po ti kur je në momentet vështira, telefonon njerëz, si kalon ti? Kur je keq? Do ta kisha ndarë këtë pjesë, ndonjëherë preferoj që t'jem vetëm dhe mos të ngarkoj asnjëri, sepse jam shumë konsciente që në jetët që kemi sot, kemi shumë ngarkesë të madhe, edhe më duket sikur unë tani të filloj dhe të ndaj shqetësimet dhe gjërat që vuajm, pavarësisht se jam njeriu më me fat në botë për njerëzit që kam pranë, them vërtet, që më duan pa kushte dhe më dëgjojnë dhe janë pranë meje, nga njëra anë unë zgjedh që mos t'i ndaj shqetësimet për mos t'i rënduar ata dhe edhe këtë gjë preferoj ta kaloj me veten. Nga ana tjetër është shumë e rëndësishme për mua fjala e tyre, mendimi i tyre, këshilla e tyre. Ti mbash dhe vetë, kërkon forcë, po nga ana tjetër forca edhe paragjykohet, sepse duket sikur gjërat e tua janë më fjollë. Gjërat shkojnë, sepse unë të kam parë, të paktën në marrëdhënie me prindrit, kam parë se si panikon ti, kur kalojnë për shembull, kanë pasur çështje shëndetësore, e ke kështu si, je gati të hidhesh, hidh parashutën dhe ha parashutën dhe hidhu. Kurse e ke shumë këtë pjesën, kurse për vete as unë nuk di shumë për ty sa herë që takoj ty, sepse jemi gjithkohës work, flasim për punën. Po, unë do ndalem pak më vonë te pjesa se më prek shumë. Ti më nje më ke parë që jam shumë e dhënë pas familjes, pas prindërve, janë gjëja më e shtrenjtë që kam, patjetër dhe motra. Por unë të gjitha momentet më të vështira të jetës time kam zgjedhur që t'i kaloj në fakt me veten dhe unë nuk kam zgjedhur asnjëherë që të kërkoj ndihmë profesionale. Patjetër që asnjëherë në terapi. Patjetër që absolutisht nuk mendoj që nëse dikush zgjedh që të kërkoj për ndihmë profesionale, absolutisht është mënyra e tyre dhe jam shumë okay me këtë gjë, por mënyra ime ka qenë që në momentet më të errta, më të rënda, më të vështira ta kaloj me veten. Pa alkool, pa ilaçe, pa asnjë lloj gjëje që ka të bëj me forcën që unë kam gjetur brenda zemrës time. Edhe vetë ndonjëherë habitem sa e fortë jam. Po çfarë bën ato momente? Por ke lidhje me natyrën, ecën, apo mbyllesh dëgjon muzikë, apo thjesht rrin errësirë, do të çfarë ke ca momente që jam e lidhur me natyrën, është e vërtet. Një shëtitje me biçikletë më bën shumë mirë, por siç të thash, më mjafton që të ulem në divan, në mes të shtëpisë time, edhe aty brenda shpirtit tim kam një kështu burim, forcë, energjie që jam shumë e fat që e kam, me të vërtet, dhe që nuk e ndjej të nevojshme të kërkoj ndihmë te dikush tjetër. Përveç burimit të forcës, unë mendoj që duhet të jetë patjetër dhe inteligjenca emocionale, fakti që ti je shef gjën edhe mund ta analizosh. Pra, ndoshta nuk përfshihesh, se ka shpesh raste kur nuk arrin dot të ballafaqohesh me dhimbje sepse përfshihesh aq shumë dhe sikur të shtyp. Kurse kur fillon e del pak, pra unë e them gjithmonë në shpreha e producentit, kur fillon e shef nga jashtë dhe je më i qartë, i ul gjërat, pak dhe sensi i humorit ndihmon. Nuk e di nëse ty të ndodh. Sensi i humorit më ndihmon jashtëzakonisht shumë, sepse unë qesh edhe kur gjërat janë shumë të vështira, ti apo dikush tjetër ndoshta nuk e kupton dot që unë jam shumë keq për brenda, por sensi i humorit më jep një fuqi shumë të madhe. Jo, ti e gjen humorin kudo në fakt dhe unë mendoj që
Njerëzit akoma nuk e di këtë dhe nëse do dini më shumë për këtë pjesën tënde të humorit, ndoshta do kishte një karrierë të re tani tek ajo pjesa. Kështu që në kuadër të perfeksionit tënd e ke mbajtur aq sa duhet, por padyshim që edhe që nga Elvana që ke bërë atëherë, domethënë gjithmonë ka pasur që nga skeçet që ke bërë me Ermali, po ato Elvana e famshme në... Sepse Ermali është një ndër njerëzit që më ka njohur ndër vite, se sa unë jam... Edhe i në natyrën tënde, edhe ai nuk pyet fare që për perfeksionin tënd, domethënë në atë momente kap atë momente nxjerr edhe ka shumë të mirë atë. Ai ka qenë një ndër njerëzit që ka dashur që ta nxjerrë në pa këtë jo perfeksionin tim. Ndërsa ti po flisi për pjesën se si menaxhon momentet tua të vështira, si ri vetëm, si ri me veten, si mban me vete, si nuk shkon te terapisti, po bën analizat e tua dhe leksionet me valixhet e mësimeve që merr nga kudo. Mua më shkoi në mendje tash kënga Grada, që je atje në Majt Malit, dhe ka një tekst fort. Ke qenë vërtet në Majt? Po, në Majën e Gjiravicës. Majë Gjiravicës, domethënë nuk është e jaj, është mal vërtet. Jo, është vërtet. Është vërtet fal. Dhe siç më pe, kam qenë vetëm. Ke qenë vetëm. Vetëm je futur dhe në ujë të ftohtë, më mund të pres për këngën Lot. Po, -6. Vetëm ke hyrë dhe Majt Trenit me këngën Leila. Po. Treni që lëviz, është e vërtet dhe ajo. Treni që lëviz për një ure. Po, dhe që du të marrim për ato double që janë në filma. Në qoftë se nuk e ecë karriera e muzikës, vazhdo, sepse fizikisht je shumë e fortë, doja ta thoja këtë sepse janë ca gjëra, kuriozitete që njerëzit nuk e dinë që ti i ke bërë në fakt. E kam ndier gjithmonë nevojshme që të qëndroj gjithmonë diku lart, si për makinës të Lotit, si për trenit, si për Majt Malit. Tashi, meqenëse është edhe simbolikisht kjo pjesa e të qenit e majës, edhe pastaj kënga që thotë re 10 herë dhe u ngritë 11 herë. Tashi këtë ringritjen që të ndodh ty. Më shumë se sa rrëzim është këto zhurmat, mbas një zhurme ti bën diçka. Për shembull po ta them unë që të ndihmoj edhe publikun që ta kuptoj. Erdhe u ktheva nga Amerika. Mos ki frikë ta thuash rrëzimi, se unë nuk kam. Po jo, sepse ndoshta nuk është nga dashuria, po thjesht nuk e mendoj, unë nuk mendoj, dhe biles mua më pëlqen rrëzimet personalisht. Edhe mua personalisht mendoj që janë një gjë që mendoj që është shumë e vlefshme, sepse ti mëson si të ringrihesh, ti e njeh më shumë veten dhe di si të veprosh. Jo, është dhe një shprehje e bukur që ki kujdes edhe nga fitoria dhe nga humbja, po edhe nga fitoria ki kujdes. Ajo që mua më ka bërë përshtypje tek ty dhe thash do ta them edhe për publikun që ta kuptoj, është për shembull ishte një pjesa jo, shkove në Amerikë. Po. Domethënë bëre klipet në Amerikë. Kur erdhe këtu, kur ishte në Amerikë, thosh pse shkoj në Amerikë, çfarë bëri në Amerikë, domethënë denja atje, sikur ajo seci atje, nuk u bë Beyoncé, nuk u bë Jennifer Lopez, domethënë dhe u ktheve, ja u kthye tani. Dhe ndërkohë që ishte kjo zhurma e Amerikës, unë kam qenë dhe biles pjesë e ekipit atëherë, u realizua albumi 3 edhe produksioni që solli këngë të jashtëzakonshme dhe që publiku u çmend me muzikën, me tekstin, me gjithë bashkëpunimin që bërë me Piro Çakon atëherë. Po. Dhe kjo të ka ndodhur her pas here, edhe në një zhurmë shumë të madhe që është bërë para shumë kohësh, bëre tavolinën e mërzisë që është një himn, dhe që njerëzit vazhdojnë e kërkojnë, është një nga himnet më të bukura të dhimbjes. Dhe aty fole, dhe i fole medias, i fole njerëzve. Ishte një fjalim shumë i bukur që ke mbajtur këtë këngë. Pra ti gjithmonë... Prandaj nuk më kanë pëlqyer kur intervistat, sepse mesazhet më të forta gjithmonë kam zgjedhur të jap nëpërmjet muzikës. Po tani kjo është instinkti që të vjen apo strategji? Kjo është një instinkt i kthyer në një strategji, sepse ti kur e njeh mirë veten tënde, ti e di si të reagosh. Edhe unë jam mësuar që të gjithë këtë dhimbje, emocionet e forta, ta përdor si një karburant për artin tim. Unë kam kuptuar që ndonjëherë unë jam edhe më kreative kur provokohem. Domethënë krijon më mirë kur provokohesh. Krijoj akoma edhe më mirë. Ajo që ka bërë përshtypje, duke të qenë ndoshta jo së fundi, por para disa vitesh, dolën edhe shifrat e koncerteve. Kanë dalë edhe shifrat e tua, kanë dalë shifrat e shufkëngëtarëve të tjerë, dhe kështu që janë të qarta shifrat e koncerteve. Pak a shumë, nuk është se janë të sakta, por janë të qarta që disa janë supozime, disa janë relativisht të vërteta. Tani, është e qartë që ti hyn në këngëtarë më të paguara. Është e qartë që ti ke koncerte. Se është e dukshme. Është e qartë që ti ke... Po, nëse nuk është e qartë mbas 20 viteve, unë nuk se çfarë të them. Po. Tamam. Është e qartë në Spotify nëse do bësh ato llogaritje shumë zi për 4, shumë zi për 2, kush do t'i marr ato llogaritje tashmë me ChatGPT e me të tjera mund të bëj llogaritjet e veta dhe në Spotify.
këngët është e qartë edhe në YouTube, mund bëj llogaritë e veta, pra ka shumë gjëra të qarta përreth të gjërave që ti bën. Pra është një portret i qartë që ti je një këngëtare e suksesshme dhe financiarisht ka korrur sukses. Tani, pse është kaq e vështirë kjo të kuptohet, mendon ti? Dhe atë vret kjo gjëja që shpesh herë shkruajnë për ty, sikur si bëre ti lekët, ose si meriton këto lekë, pra. Mendoj që kuptohet, thjesht nuk pranohet lehtë në shoqërinë tonë që një femër të jetë e suksesshme, të jetë e zonja vetes dhe të ketë mundur që të krijoj të ardhura shumë të mira me profesionin dhe punën e saj. Dorë, si menaxhon financa? Nuk e di se Shumë ke skandal. Skandal, nuk e di këtë detaj, po thuaj ti. Jo, po njerëzit që janë pranë meje di që unë jam shumë e kujdesshme. Sepse unë mbaj mend para shumë vitesh, para 10 vitesh, ke qenë më e vogël atëherë, mbaj mend ka qenë një situata që ti mbaroi koncertet edhe vije në fundjavë dhe pastaj të hënën ishe në bankë, ishe duke marrë me bankën gjithkohës. Kjo ishte para shumë vitesh që ta sqarojmë. Edhe nuk e di nëse ke akoma atë apo se tashni natyrisht bërë dhe më shumë edhe disa gjëra nuk ndryshojnë kurrë, patjetër. Po në fakt mua më kujtohet një histori shumë interesante në lidhje me paranë që the. Unë si adoleshente kam qenë e pajisur shumë mirë me këtë instiktin e mbijetesës. Edhe koncertin tim të parë, të ardhurat e para që kam marrë, për mua ishin jashtëzakonisht shumë. Sa ishin kurioze? Nuk e mbaj mend mirë, ose më saktë mbaj mend, po s'dua ta them. Po Shiko, kam marrë diku tek 300 euro. Kjo ka qenë pagesa ime e parë fare. Sa vjeç ishe? Kam qenë 17 vjeç. 17 vjeç. Ka qenë koha e etheve të së premtes, aty ka qenë një nga performancat e mia të para që jam paguar. Dhe ditë them që paraja të jep liri, patjetër të jep siguri. Dhe sigurisht që të ndihmon për të arritur qëllimet saktuara, por vërtet mendoj që nuk është gjithçka. Po ndihesh fajtore kështu kur harxhon diçka? Unë di të kanalizoj shumë mirë gjërat kur janë për punë, kur janë për